Mirëmëngjesi populli i Zotit. Mirëmëngjesi, një javë të bekuar, një ditë të bekuar, një ditë e re erdhi përsëri. Zoti e krijoi për ne, për të marrë paqë, për të marrë bekimin, për të marrë sigurinë tek Jezus Krishti. Lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit, vetëm Zotit ton. Faleminderit. Amen. Arta mirëmëngjes. Amen. 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 Mirëmëngjesi Ana, mirëmëngjesi Anila, mirëmëngjesi Motërnake, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Jezusi jeton në mua, Jezusi jeton në ty. Amen. Djalli humbi. Halleluja. Halleluja, lavdia i qoftë Zotit, faleminderit Jezus Krisht. Ardiana mirëmëngjes. Roseta mirëmëngjes. Kam një zjarr në zemrën time, që përhapet në çdo ndjenjë, në çdo mendim. Kam një zjarr në zemrën time, që djeg çdo magji dhe çdo mallkim. Nëna Nates mirëmëngjes. Si të kam o dritë. Olsa mirëmëngjes. Olsa mirëmëngjes. Dhe më pak prej meje. Dhe më pak prej meje. Më shumë prej teje. Jezus, dhe më pak prej meje. Amen. Një javë të bekuar për të gjithë. Muaj gusht, mos harroni, është muaj më i bekuar për të gjithë neve. Çdo ditë për ne është e bekuar. Muaj gusht është shumë i bekuar për bijtë e Perëndis. Zoti ka bërë gati të gjitha gjërat, bekimet që ka në tryezën e tij për bijtë e tij. Tregoni të zgjuar, tregoni dhe mos e lejoni të ligun t'ju vjedhi. Mos e lejoni, sepse ato që janë të tonat, Zoti i ka bërë gati. Ai kalon, por nga njëherë, si tha pastorja dje, i ligu të mbulon dhe ti nuk e shikon kur bekimi vjen, kur ti bekimin e ke përpara në duar, e ke përpara syve, dhe i ligu të ka mbuluar syt, të ka mbuluar me ata perden, i ka vënë një mjergull që ti mos ta shikosh. Por Zoti është i mirë. Zoti është i mirë dhe bekimet e Perëndis çdo ditë ne do t'i marrim si vesa e mëngjesit.
që bie dhe toka e merr çdo ditë, edhe ne do t'i marrim çdo ditë. Çdo ditë do t'i marrim, çdo javë, javë pas jave, arsi mirëmëngjes, sepse Zoti ynë do. Zoti ynë do, shëndet. Zoti ynë do që ne të jemi të bekuar. Çdo ditë, a bie vesa në toka, në ara, Zoti është ai që e lëshon. Dhe ai e ka derdhur vesën e mëngjesit edhe për neve. Edhe për neve ka derdhur. Amen, Anila. I themi falemderit që ne u zgjuam. Falemderit që ne marrim frym nga fryma jote. Falemderit që ti na jep forcë dhe ti e forca jon. Me falenderim ta nisim që në mëngjes. Falemderit Perëndi që je i gjallë dhe jeton në zemrat tona, sepse ka shumë që mund ta kenë marri, kemi shëmbëltyrat tek Mateu, pra u hodhën farat dhe disa ranë në gur, mbin dhe u thanë më mbrapa se nuk kishin rrenjë, disa ranë në ferra dhe ferrat i mbytën, nuk i lanë që të marrin fuqi. Kush janë ferrat? Situatat tona, që ne shikojmë nga situatat, shikojmë kur flet bota për ata që e marrin, që vinë nga një besim tjetër, çfarë ka bërë, ka ndryshuar fen. Linda mirëmëngjes, Motër Bazire mirëmëngjes, Violeta mirëmëngjes, ka bërë këtë, disa ranë në rrugë dhe i hangrën zogjt. Pra, disa ranë në tokë të mirë dhe dhanë fryte. Le të qëndrojmë në rrënjën e Perëndis. Le të qëndrojmë te toka e mirë dhe ne jemi ajo toka e mirë që kanë rënë farat e mira dhe mos qëndrojmë te situatat, të mos qëndrojmë në për ferra, në për shkure, në për farën kur e hedhi misrin apo grurin apo domatet apo toka, pleu kur ti i hedh ple, dalin lloj bimrash të këqia që duan t'ja marrin atë ushqimin specave apo domateve apo preshit apo çdo gjë dela i gremi, ne duhet ta prashisim, ne na ndije mirëmëngjes. Pra, ne duhet t'i shkullim këto rrenjë, këto ferra, t'i presim që të thahen dhe të qëndrojmë fort. Sepse ne jemi toka e shëndosh, ne jemi ajo toka e mirë që Zoti e ka hedhur farën tek neve. Dhe çdo situatë që vjen, çdo hithër që kërkon të mbi, çdo bim e egër që nuk e ke mbjell, pra Zoti nuk e ka mbjell. Zoti nuk e ka mbjell, kuptoj e mirë. Ti, mbolle speca, mbolle domate, mbolle presh, mbolle qep, pra këto mbin i mbolle ti. Zoti nuk i ka mbjell tek ty. Mos thuaj erdhi sëmundja, Zoti e lëshoi. Jo, u mboll gruri dhe vajti Satani natën e hodhi egjrën. Zoti nuk mbjell fara të këqija. Zoti nuk mbjell alkol, nuk mbjell kurvëri, nuk mbjell bixhos, nuk mbjell cigare, nuk mbjell asgjë. Pra Zoti të ka bërë një farë dhe një tokë të mirë për të prodhuar fara të pastra. Almeida mirëmëngjes. Pra Zoti të ka bërë një tokë të mirë, pa fara të këqija, pa hithra, pa asnjë gjë që mbin në trupin tënd. Pra Zoti të ka bërë një tokë të mirë dhe jemi neve pastaj, vjen i ligu që i lëm neve vend atyre që të vinë dhe të mbin në trupin ton. Është Zoti duke folur, lavdia i qoftë Zotit, jemi neve që i lejojmë. Pastaj themi, Zoti e lejoj këtë. Jo, nuk e ka mbjell Zoti, por vjen Satani, se është jeta jon që ne bëjmë një jetë të shthurur, bëjmë një jetë të dyfisht, bëjmë një jetë që nuk i pëlqen Perëndis, shkurta mirëmëngjes, dhe që Zoti, lavdi Zotit Linda, lavdi Krishtit, Zoti ta bekoj punën tënde, duart e tua, vendin e punës, ku ti do të shkelësh e ke bekimin dhe ajo punë do të jetë bekuar, sepse Krishti jeton brenda teje.
agent, apo privat, apo në shtet, kudo ku është, vendi, puna që ti do të bësh, është e bekuar, sepse fryma dhe drita e Krishtit është në tyja. Amen? Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Shumë e vërtet, Zoti ka gjithmonë më të mirën për bijtë e tij. Më të mirën për bijtë e tij. Lavdi Zotit. Faleminderit Zot që ne po fillojmë një ditë të re me ty Zot. Po fillojmë një ditë dhe një javë të bekuar me ty Zot. Ne e lëm tek duart e tua Perëndi, tek froni jot i lavdis tënde. Dhe lutem o Zoti im i shenjtë, që bolleku jot o Zot, vesa e mëngjesit, le të zbres dhe ka zbritur. Ne e dim që ka zbritur mbi ne Zot. Ka zbritur në shtëpi tona, ka zbritur në tokën tonë o Zot. Në emrin e Jezus Krishtit, faleminderit Zoti Jezus, ka zbritur në portofola tanë, Zot. Ka zbritur në karta tona, Zot. Bolleku jot, Zoti Jezus. Dhe ti o Perëndi i shenjtë, na ke bekuar. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem dhe të falenderoj Perëndi për bijtë e tu, për kishën tënde, Zot. Për fëmijët tanë, o Zot. Për burrat tanë, o Zot. Për martesat tona, për martesat e fëmijëve tanë, o Zot, për martesat e motrave dhe të vëllezërve, të fëmijëve të tyre, o Zot, për të gjithë Perëndi i shenjtë, unë lutem o Zot Perëndi, që ti t'i mbrosh dhe t'i bekosh, o Zot, ti të bekosh martesat e fëmijëve tanë, o Zot, të sjellësh vajzat të perëndishme për djemët tanë dhe dhëndur të perëndishëm për vajzat e motrave dhe vëllezërve në kishën tënde, o Zot. Unë lutem Zot i shenjtë, mos lejo, o Zot, që bijtë dhe bijat tona të marrin, o Zot, burra të paperëndishëm. Jo Perëndi, nga populli i zgjedhur i joti, të marrin, o Zot, nga populli i zgjedhur dhe jo nga popujt e tjerë, o Zot. Unë të lutem Perëndi i shenjtë që ti, o Zot, ti qosh në rrugën tënde, të mbjellësh durimin, të japësh, o Zot, kohën tënde, dhe ata, o Zot, të presin ditën e bekuar, që ti, o Zot, i ke bekuar dhe do t'i bekosh në emrin e Jezus Krishtit. Ne i dorëzojmë të gjitha. Unë lutem për të gjitha ata që kanë nevojë, Zot, për shërimin tënd. Ajo fëmijë 9 vjeç që është shkruar tek kisha, Zot, ti preke dhe shëroje. Ti preke dhe çliroje nga çdo lloj sëmundje, nga çdo gjë që i ligu, është nga trashëgimia, është nga paraarsit, është, o Zot, një mallkim, shkatërroje ti, Jezus. Një fëmijë 9 muajshe, 9 vjeçe sa ishte, në emrin e Jezusit, unë lutem, o Zot, që prekja jote le të zbres në këtë trup. Prekja jote, Zot, ti shëron. Ti shëron dhe je i gjallë, o Zot, si që shërove vajzën e Jairit, si që shërove gruan me flukse gjaku, si që i dhe sy ati të verbuarit, shërove të paralizuarin dhe i the, qou dhe hec, shëroje dhe Mian, emri saj ishte Mia, Perëndi, shëroje trupin e saj, shëroje shpirtin, çliroje nga mallkimi, çliroje nga çdo gjë nga paraarsit. Nëse ajo, Zot, është mallkuar që në bark, që në nisjen e saj, o Zot, ti do ta çlirosh. Ti e ke fuqinë dhe ti e Zoti që shëron. Shëroje, o Zot, dhe ajo sot të hapi syt, të ngrihet dhe trupi i saj është 100% i shëruar nëpërmjet vurratave të tua, Zot. Në emrin e Jezus Krishtit o atë, unë të falenderoj Perëndi i shenjtë që ti zbrite dhe shërove. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem dhe them po dhe amen. Të gjithë që ndjen të lodhur, o Zot, janë ngritur të lodhur, me dhimbje, o Zot Perëndi, ndjen sikur i ka rrahur ndonjë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë kërkoj nga Perëndia ynë i gjallë çlodhje të trupit të gjithë secilit tani.
Tani në emrin e Jezus Krishtit, ti e forca jon, ti e fuqia e gjithë se cilit, gjaku jot, le të derdhet në trupa tanë, ne e marim e veshim gjakun tënd o Zot, ne marim nga forca jote, ne veshim mantelin tënd Perëndi, ne mbushemi o Zot me fuqin tënde, ne mbushemi o Zot Perëndi i shenjtë, me dashurin tënde, ne mbushemi Perëndi i shenjtë, me mbrojtjen tënde o Zot, veshim mantelin anti-shigjet, anti-sëmundje, thashe them, çdo gjë që i ligu kërkon ta dërgoj kundër nesh, nuk ka autoritet, nuk ka fuqi, në emrin e Jezus Krishtit, sepse ti Zot je i gjallë dhe i plot fuqishëm në zemrat tona, ne i flasim zemrës tonë, ne i flasim zemrës tonë, ti je forca, Jezus je brenda meje, dhe kur ti je me ne, kush mund të jetë kundër nesh? As kush dhe as një, në emrin e Jezusit. Faleminderit Zot që na mbush me forcë, na mbush me paqe, na mbush me gëzim, mirëmëngjes Rezarta, na mbush me bekimet e tua në emrin e Jezus Krishtit. Ne themi po dhe amen, e bekojmë pastoren ton, lutemi për gjithë shka që është në jetën e saj, të jetë e bekuar e larë me gjakun e Jezusit. Lutem Zot që ti të bekosh jetën e saj, të bekosh gojën si që ke bekuar o Zot. Vaj i shenjtë rrjedh në gojën e saj, në duart e saj. Faleminderit Zot për të gjithë në përmjet saj Zot, ti na ke bërë që ne të kuptojmë nga fjala jote Zot, të mësojmë nga fjala jote Zot. Faleminderit Zoti Jezus, mbroje bashkëshortin, fëmijët, biznesin, makinat, udhëtimet, ku do Zot, ku do ku janë, i ligu nuk ka pasur dhe nuk do të ketë sukses në familjen e pastores dhe të gjithë pastorve, sa do i ligu kundër vijet, por Zoti i ka mbrojtur, Zoti ka rrethuar jetët e tyre, fëmijët tanë me angjet e ti. Faleminderit Zot që ti mbron dhe mbron të gjithë fisin tënd o Zot, sepse ti thua ne jemi një fis i zgjedhur. Faleminderit Jezus Krisht, i bekuar qoftë emri jot në shekuj të shekujve. Ne themi po dhe amen. Amen, amen. Lavtis Zotit, mirë mëngjes Lindit Aruçi, mirë se erdhe, mirë mëngjesi të gjithve, Dilja Prenkaj, mirë mëngjes. Si është vajza Dile? Si është Adelina? Lavtis Zotit, nuk të kam shkruajtur më motor, jemi duke punuar dhe lavdia i qoftë Zotit për gjithë shka që ai bën për neve dhe i pregatit gjërat si ai do. Plani dhe vullneti Zotit le të bëhet në jetët tona. Plani dhe vullneti Zotit le të bëhet në jetët tona. Jemi në vazhdim të leximit të pastore, të librit të pastores, lavdi Zotit, lutje çlirimi, lutja 26, nga fryma e mamonit që fshen nën vetvete varfërin dhe blokadat në bekime. Në emër të Jezus Krishtit unë rrëfej dhe heq dorë nga lavdi Zotit që është më mirë. Lavdi Zotit. Shkurta, mirë mëngjes motor, mirë se ke ardhur o dritë. Në emër të Jezus Krishtit unë rrëfej dhe heq dorë nga dashuria për paran, lakmia, grabitja, vjedhja, mashtrimi, prodhimi dhe shpërndarja e parave, të falsifikuara, pastrimi parave, prosperiteti financiar, përmes veprimtarive të paligjshme dhe kriminale, peshimi i padrejtë. Levetiku 19:36, përtatësia, indolenca, ngrenja e financave, të mia nga mola dhe myku. Në emrin e Jezus Krishtit, pa disfrymën të mos qenjes në gjendje të shijoj frytet e punës së palodhur,
pa kënaqësia, fryma e kurnacisë, që nuk më lë të shijoj gjërat, padis frymën e kumarit dhe varësia nga bixhozi, lakmia, mos gatishmëria për të ndihmuar, mos gatishmëria për të dhuruar, të prishurit pa plan. Në emrin e Jezus Krishtit e gjdo dhe padis sot, varësin nga pazaret, vetë vlerësimi i dobët financiar, marrja e kreditit, krahasimit vetvetes me të tjerët, prishja gjatë gjithë kohës e paras pa shikuar se kam, blerja me kredi e gjërave që nuk më duhen, marrja e borxheve, mos pagesa e kësteve, e pa aft për të kursyer, e pa aft për buxhet pa aftësia të planifikoj. Në emrin e Jezus Krishtit pendohem dhe padis frymën e varfëris, gjithmonë mangësi, i jetuarit poshtë mundësive të jetës, huazimi dhe hyrja e në borxhe, humbjet e vendeve të punës, papunësia e vazhdueshme gjatë gjithë kohës në kërkim të punës, dështimi në punë, evazioni fiskal dhe mashtrimi tatimor. Paraqitja e falimentimit, në emër dhe në autoritetin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj që çdo forcë, çdo fuqi, çdo lidhje shpirtërore dhe çdo frymë që është në bashkësi me pikat e renditura më sipër dhe në lidhje me financat dhe që ende ka një ndikim në jetën time ose në jetën e familjes time dhe të brezave të ardhshëm, tani në emrin e Jezus Krishtit të shfuqizohen dhe fshihen plotësisht dhe në mënyrë të pa kthyeshme. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë vjedhjeje që më ka vjedhur bekimet financiare, sot e lidh dhe urdhëroj të më kthej mbrapsh 10 fishin të atyre gjërave që më ka vjedhur. Unë e padis e hedh në gjyq dhe në emrin e Jezus Krishtit kërkoj mbrapsht 10 fishin e gëzimit dhe financat që më ka vjedhur. Sot shpall gjakun e Jezus Krishtit mbi veten dhe familjen time dhe qysh sot shpall që për mua dhe familjen. Amen. E nisim javën me një lutje super të bekuar dhe familjen time filluan kihen e bekimeve, ashtu si Perëndia thot tek Hagai 2:19, që sot e tutje, unë do t'ju bekoj, unë e marrë këtë fjalë si një premtim, prandaj, lidh sot aktivitetin e çdo fryme që ishte organizuar kundër financave të mia dhe fëmijëve të mi, dhe i nënshtroj poshtë këmbëve të Jezusit Krishtit, pa të drejtë riaktivizimi në emër të Jezus Krishtit. Amen. Shpallje, në emër të Jezus Krishtit, unë kërkoj mbrojtjen tënde dhe vullosjen tënde për mua dhe të gjithë njerëzve që do e lexojnë këtë lutje. Lexoje në vetën e parë, bëhu një me lutjen, është shkruar. Po ju afruat malit Sion dhe qytetit të Perëndis së gjallë, që është Jeruzalemi, qellor dhe edhe morisë së angjëve, kuvendit universal dhe kishës të parëlindurve që janë shkruar në qej, Perëndis, gjykatësit të gjithëve, shpirtrave të drejtëve që u bën të përsosur, dhe Jezusit, ndërmjetësit
të beslidhjes së re dhe gjakut të spërkatjes që flet, më mirë se ai i Abelit. Ebrejve 12, 22, 24. Prandaj, në emrin e Jezus Krishtit unë lutem për shtëpinë time dhe për të gjithë ata që janë të pranishëm në këtë shtëpi, në këtë apartament, në këtë pronë, në këtë zyrë, në këtë kishë. Zot, të lutem, rretho këtë vend, në emër të Jezus Krishtit, me lavdin tënde dhe me ushtrin e angjeve luftëtar, angjeve shërues, angjeve mbrojtës, angjeve të sigurisë, angjeve të shërbimit, angjeve të çlirimit, angjeve të nismave të reja, angjeve të rivendosjes dhe të gjithë angjeve të tu, që ti Perëndi i konsideron të nevojshëm sot. Është shkruar, zëri të cilit e drodhi atëherë dheun, por tashi bëri këtë premtim duke thënë, unë edhe njëherë do të tund jo vetëm dheun, por edhe qiellin. Dhe kjo fjalë edhe njëherë tregon ndryshueshmërinë e gjërave që tunden si të bëra me dorë, që të mbeten ato që nuk tunden. Prandaj, duke marrë mbretërinë e patundur, le ta ruajmë këtë hir me anë të cilit i shërbejmë Perëndisë në një mënyrë të pëlqyeshme, me nderim e me frikë. Ebrejve 12, 26, 28. Prandaj, Zot, të lutem, hapi qejt dhe le të dëgjohet zëri yt, gjëmues në mënyrë që të gjitha pengesat që më dalin tani dhe këtu t'ju vë diamantin e frymës dhe të shkatërohen në emrin e Jezus Krishtit. Zot, të lutem, më lejo të shikoj dhe të njoh se si ti po punon për mbrojtjen time, ashtu si u zbulua shërbëtori tant Elizeut dhe ai u përgjigj, mos ki frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumtë se ata me ta. Pastaj Elizeu lut dhe tha, o Zot, të lutem, hap sytë e tij që të mund të shoh. Atëherë Zoti ja hapi sytë të riut dhe ai pa, dhe ja mali ishte mbushur plot me kuaj dhe me qerre të zjarta rreth e qark Elizeut. 2 i mbretërve 6, 16, 17. Zot, të lutem, hap sytë dhe veshët e mi shpirtëror, në mënyrë që dhe unë të shoh kuajt dhe qerret e tua të zjarta që ti ke vendosur për mbrojtjen time. Atë, në emër të Jezus Krishtit, tani po marr autoritetin mbi atmosferën, terrenin dhe ajrin në këtë vend. Sepse Zot, ti më ke dhënë fuqi të shkel mbi gjarprinj dhe akrepat dhe mbi tërë forcën e armikut, dhe asgjë nuk do të më dëmtoj. Luka 10, 19. Ati qellor, ky vend do të mbulohet tani me gjakun e shenjtë të birit tënd, Jezus Krisht. Zot, të lutem, vullos këtë vend në hapësirën shpirtërore, mishore dhe atë ajrore, me autoritetin tënd dhe me gjakun e fuqishëm e të përjetshëm të qengjit. Në emër të Jezus Krishtit, unë ju heq të drejtën dhe i lidh të gjithë demonët që mund të jenë këtu dhe që janë kundër çlirimit tim, përparimit tim, prosperitetit tim dhe kundër të gjitha mrekullive të Jezusit në jetën time. Ata do të çarmatosen dhe dorëzohen
tani nga prania e lavdishme e Zotit. Zjarri i Shpirtit të shenjtë dhe gjaku i shenjtë i Jezusit do të shfuqizoj dhe shkatëroj në mënyrë të pakthyeshme mbulesën shpirtërore me të cilën Satani mbulon këtë vend. Perëndi, në emrin e Jezus Krishtit, unë thërras një erë të fuqishme, zjarri, e cila të konsumoj dhe të shkatroj çdo perde, çdo mbules të mjergullës dhe çdo re të errët të djallit kundër lutjeve të mia. Çdo mbules që djalli ka bërë kundër meje dhe lutjeve të mia duhet të ngrumbullohet dhe të hidhet përgjithmonë në zjarrin e shenjtë të Zotit. Me këtë e shkëpus veten përgjithmonë në emrin e Jezus Krishtit nga të gjitha fuqitë e errësirës që janë kundër meje dhe unë shpall. Arife mirëmëngjes, Beta mirëmëngjes, i bekuar qoftë Zoti, që e dëgjoj zërin e lutjeve të mia. Psalmi 28:6. Ati qellor, në emrin e birit tënd Jezus Krisht, unë të kërkoj që ta rrethosh këtë vend që është territori im me murin e gjakut të Krishtit, ashtu si tek Jobi 1:10. Kjo pjesë e tokës, kjo shtëpi, ky apartament, kjo dhomë duhet të mbulohet plotësisht me gjakun tënd të shenjtë dhe gjithçka që nuk është nga ty të thahet në vend në emër të Jezus Krishtit dhe të vdes për gjithmonë. Zot, të lutem, në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, hiqe çdo ndotje shpirtërore që është tek unë dhe fshi me fshesën tënde, nxirri jashtë prej meje. Çdo frym vëzhgimi dhe spionimi që është në pranin time, tani duhet të verbohet në emrin e Jezus Krishtit, të vdes dhe të hesht për gjithmonë. Atë qellor, të lutem, dërgo angjët e tu luftëtar, që të vinë të gjuajnë, të ndalojnë, të thyejnë dhe lidhin dhe të konsumojnë çdo agent e errësirës që mund të jetë i pranishëm këtu, le të hidhet dhe hidhet në zjarrin e plot fuqishëm të Jezusit. Sepse është shkruar, biri i njeriut do të dëgjoj angjët e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë pa udhësi dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Mateu 13:41-42. Atë qellor, në emrin e Jezus Krishtit të lutem që ta pastrosh këtë vend nga të gjithë shpirtrat dhe demonët me zjarrin tënd të shenjtë. Zot, të lutem, në emër të Jezus Krishtit, nëpërmjet çdo lidhje midis meje dhe të gjitha fuqive sundimtare të errësirave dhe fuqive shpirtërore të ligësisë në botën qellore. Zot, në emër të Jezus Krishtit, unë të lutem që të mos lejosh asnjë forcë të errësirës që të jetë lidhur me sende ose gjëra që ndodhen në territorin tim. Të lutem, nis angjët e tu, nis angjët që janë për spastrim në mënyrë që ata të heqin të gjitha parashikimet asterale, çdo frym astrale, çdo agent satanik, çdo shpirt njerëzor, si dhe të gjitha magjit mallkimet e thëna mbi mua dhe të gjitha magjit e hedhura mbi objektet, magjit e ngrëna, pasqyrat e magjepsura, çdo gjë tjetër që është
në territorin tim, të gjitha të nxirren jashtë. Zot, të lutem, shkatëro të gjitha portalet e hapura, hyrjet, portat, dyert, çarjet, portat demisionale, oborret e brendshme, vetratat, balkonet, dritaret, pasqyrat, linjat e vendosura, astraldejt, shtigjet, tynelet, syret, rrubat, linjat, maskat, hapjet, kompjuterike, kabujt, tubat, hekurat dhe të gjithë objektet të tjera që përdoren nga errësira për të hyrë në këtë vend. Zoti të bekoft e li punën tënde, duart e tua, një ditë të bekuar, një javë të bekuar. Zoti dhe gjaku Jezusit të laj çdo financë, trupin tënd, duart e tua, familjen tënde, punën tënde, në emrin e Jezusit të bekoj. E bekuar do të futesh dhe super e bekuar do të dalësh, në emrin e Jezusit. Në emër të Jezus Krishtit, unë të lutem, Zot, të vendosësh një mur mbrojtje rreth pronës time, rreth kësaj shtëpie, rreth kësaj banese, në mënyrë që të gjitha sulmet e armikut të tilla si magjit e zeza, apo dhe kontratat me djallin që janë bërë pa vullnetin apo dhe me vullnetin tim, të mos kenë më mundësi të futen në territorin tim, sepse sot i deklaroj të shfuqizuara. Zot, në emër të Jezus Krishtit, unë kërkoj konfuzion në radhët e armikut, kërkoj frymën e hutimit të verbërisë dhe të shurdhit mbi armikun. Gjithashtu, territori im duhet të vulloset në mënyrë që asgjë të mos dëgjohet ose të shihet nga armiku, ai të mos ketë të drejtë të shikoj se çfarë po ndodh në territorin tim, mos të ketë asnjë të drejtë të marrjes së informacionit dhe as të sjelljes së tyre. Në emrin e Jezus Krishtit, unë kërkoj izolimin e këtyre frymrave dhe dëbimit nga territori im. Sot, ashtu si Elizeu, unë lutem, hidh mbi këtë band, ushtarësh verbërin, pastaj ti Perëndi i godite me verbëri, sipas fjalës së Elizeut, një mbretërve 6:18. Adelina, mirëmëngjes. Në emrin e Jezus Krishtit, hidh mbi ushtrinë e armikut verbërin dhe bëj mos të më njohin dhe mos të më gjejnë. Në emër të Jezus Krishtit, unë i ndaloj të gjithë shpirtrat e këqij të hyjnë në territorin tim, në verbëri. Zot, unë vë veten dhe të gjithë fëmijët e Perëndis që janë pjesëtar të kishës online. Jezus Krishti është Zoti ndërkombëtar, pra kisha ndërkombëtare, dhe familjet tona në mbrojtjen tënde, dhe i ndaloj të gjithë frymrat demonike që të na afrohen. Në emrin e Jezus Krishtit, i lidhim dhe i sjellim poshtë shkëmbëve të Jezus Krishtit, pa të drejtë riaktivizimi. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen, amen, amen. Lavdi Zotit. Në emrin e Jezus Krishtit, le të kalojmë në dimensionin e marrjes së territorit. Pra, ne sot morëm territorin e Krishtit dhe atë të djallit e vum poshtë shkëmbëve të Jezusit. Amen. Lutja 28, lutemi për bashkëshorten, ata që janë meshkuj, mbrojtje nga të gjitha gjërat që mund të na dëmtojnë. Mbrëmendjen ton, mos lejo asnjë mendim
që mund të na tërheqi në tradhëti. Bëj të ridashurojmë përsëri partnerët tanë si ditën e parë. Hidh çdo ditë ujë të ri në martesat tona. Bëj të harrojmë shpejt, të falim shpejt dhe mbi të gjitha, edhe kur diskutojmë, të diskutojmë me respekt. Mbyll rrugët e çdo fryme shkatërimi. Amen. Na bëj të jemi të sinqert në çdo drejtim. Na bëj të pyesim veten, çfarë mund të bëj që ta bëj të lumtur. Na bëj të kemi më shumë kohë bashk së pari për të lutur bashk. Kështu kuptojmë më mirë dëshirat e zemrës. Na gatuaj në një brum të vetëm të jemi një në veprën tënde. Na jep të kuptojmë, nuk ka bukë, po të mos përzihet mielli dhe ujë. Na përziejo Zot në pozicionet e duhura, që buka, jeta jon të ketë shije. Mbi të gjitha na bëj të jetojmë në qatin tënde Zot, dhe më pas ne të jemi qatia e sigurt për fëmijët tanë. Zot, shpëto kohën për ata që kërkojnë të martohen, askush të mos jetë vetëm. Beko sot çdo zemër të dashur, sepse ti je Zoti i dashurisë. Ti na deshe i pari, Jezus Krisht. Ti je Zot dhe ti Zot zgjodhe të na duash dhe të na bekosh. Faleminderit për dashurinë tënde, Zot. Si lutja 29, si të çlirohemi nga autoriteti i errësirës. Që të çlirohemi së pari duhet t'ja japim jetën Jezus Krishtit. Vetëm kështu ju bëheni prona e Perëndis, prandaj bëje sot lutjen e shpëtimit. Ndoshta ti që je për herë të parë dhe ti që e ke bërë dikur më përpara, Marina mirëmëngjes, Çele mirëmëngjes, bëje përsëri. Zoti Jezus Krisht, unë besoj se ti je biri Perëndis së gjallë. Unë besoj që ti erdhe në tokë në trup njeriu. Unë besoj që ti u kryqëzove në kryq për mëkatet e mia. Unë besoj se ti vdiqe për mëkatet e mia. Unë besoj gjithashtu se ti je ringjallur nga vdekja dhe tani je i ulur në të djathtën e Perëndis. Me autoritet mbi çdo gjë që duket dhe nuk duket. Tani vdekja dhe djalli nuk kanë autoritet mbi ty dhe mbi të gjithë ata që besojnë në emrin tënd. Jezus Krisht, të lutem, më fal për të gjitha fajet dhe mëkatet e mia që kam bërë kundër teje, sepse gjithmonë që kam mëkatuar kundër Perëndis. Faleminderit që më fal, Perëndi, dhe unë besoj që mora faljen e mëkateve nga ty. Unë gjithashtu besoj se nga kjo ditë e tutje, unë kam jetën e përjetshme. Jezus Krisht, tani të lutem më jep sot shpëtimin tënd të shenjtë. Unë të kërkoj që të më mësosh përmes shpirtit tënd të shenjtë, të jetoj një jetë që të nënshtrohet ty dhe të beson ty. Zot, të lutem, më ndihmo përmes shpirtit tënd të shenjtë, të jetoj një jetë që do të kënaq ty. Liliana mirëmëngjes, Enkela mirëmëngjes. Mirë se erdhe të bekuar, lavdis Zotit. Jezus Krisht, të lutem, zbulohu personalisht në jetën time. Nga kjo ditë e tutje, unë e hedh poshtë dhe heq dorë nga Satani dhe planet e tij për jetën time. Unë nuk jam më një anëtar i mbretërisë e errësirës. Tani jam një fëmijë i Zotit, në mbretërinë e birit të Zotit Jezus Krisht të Nazaretit. Perëndi, unë të falenderoj
që më more në familjen tënde, në emër të Jezusit, amen. Dhe këtë premtim e marr për familjen time, sepse është shkruar, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i thërras, pra dhe për ata që sot ndoshta nuk besojnë akoma, janë me mëdyshje, kanë dëgjuar, por akoma nuk është hapur zemra e tyre, është kjo lutje dhe për ata që Zoti i ka zgjedhur që në barkun e nënës dhe është koha që ata të vinë tek Jezusi. Veprat e Apostujve 2:39. Pra dhe për ata që do të vinë, lavdis Zotit, falemderit Jezusit. Lutja 30. Vazhdim lutje për shlirim nga mallkimet e gjakut, ati im qellor. Në emër të birit tënd Jezus Krishtit, unë vi sot për para fronit tënd të shenjë, për t'u penduar për mëkatet e mia dhe mëkatet e paraarsve të mi. Zot të lutem, më fal, mua dhe paraarsit e mi, të çdo lloj forme të krenarisë, arrogancës, rebelimit, mashtrimit, gënjeshtrave, abuzimit të tjerëve dhe abuzimit të emrit tënd. Si o Zot betohem për Zotin, për hir të Zotit e të tjerë. Eksodi 27. Zot të lutem më fal për të gjitha format e çoroditjeve dhe më pastro sipas fjalës tënde tek 1 Gjonit 1:9 me gjakun e shenjtë të birit tënd Jezus Krisht. Pra, ne nuk mund të betohemi për Zotin. Pra, ne nuk mund të betohemi për hir të Zotit edhe të tjera, pra për Zotin. Kush jemi neve, bijtë e Tij që na ka krijuar, të betohemi për Zotin? Kur mos qoftë. Zot, falna nëse e kemi bërë, na fal dhe na çliro, Zot. Zot të lutem, më fal shkeljet e mia dhe më jep hir. Zot, unë besoj tek vepra jote dhe të besoj ty, sepse ti gjithmonë ke qenë besnik ndaj meje. Jam unë që veprova pa besim ndaj teje. Dua të rrëfej mëkatet e mia, sepse është shkruar, do të jem mëshirues ndaj padrejtësive të tyre dhe nuk do t'i kujtoj më kur mëkatet e tyre. Hebrejnëve 8:12. Pra, ti tregon kunatës, komshiut, motrës, vëllait, nuk beson të flet dhe të kthen një përgjigje me një shikim vërtet, apo nuk e beson dhe ne çfarë bëjmë? Për Zotin. Kjo ndodhi, këtë e bleva, mora shtëpi, mora dokumentat, i mora shumë shpejt. Në asnjë mënyrë, fjala e Zotit thot, poja po dhe joja jo. Çdo gjë më shumë është nga i ligu, është një provokim, në daç ta besoj, në daç mos ta besoj. Ne themi atë që na thot Perëndia. Unë brenda zemrës time jam e drejtë. Zoti e di që unë kam thënë të vërtetën. Pastaj ai tjetri që e dëgjon, në daç ta marri të drejtë, të vërtetë. Në daç ati duket gënjeshtër, është puna e tij. Ne qëndrojmë në të vërtetën e Zotit dhe ne nuk do të futemi, pra çdo gjë më tepër është nga i ligu. Është një provokim mos besimi që ne të futemi në mëkat me Perëndin dhe të themi për hir të Zotit, pra Zoti e bëri, pra hiri Perëndis është derdhur mbi ne, që kur ai vajti në kryq, ne kemi hirin e Zotit. Lavdia i qoftë Perëndis. Në emër të Jezus Krishtit, unë e thyej fuqinë e çdo mallkimi që ka hyrë në jetën time përmes shpirtit të nikotinës. Unë thyej çdo fortesë skllavërie dhe varësie në gjakun tim. Unë thyej çdo mallkim
i ardhur tek unë, duke filluar nga Adami dhe Eva. Zot, ti thua, unë do të jap çelsat e mbretërisë së qejve, dhe gjithë shka që do të lidhni në tokë, do të lidhet në qej, dhe gjithë shka që do të zgjidhni në tokë, do të zgjidhet në qej. Mateu 16:19. Dhe me që fjala jote është e vërtet, unë e lidh demonin e varësisë nga nikotina në jetën time dhe urdhëroj që ajo të dalë me njëherë nga trupi, mendja dhe shpirti im, si dhe nga mendimet, vullneti dhe nga të gjitha emocionet, në emrin e Jezus Krishtit të vdes. Këtu do qëndroj pak të bekuar që dikush mund të thot, unë mund të them unë e para që po lutem shumë, fëmijët e mi e pin, duhanin, 12, edhe vajza dhe djali, bashkëshorti gjithashtu e pi. Unë kam shumë që po lutem për këtë, por që fjala e Zotit dhe këtu lutjen që ka bërë pastoria, unë, nëse personi vetë nuk e merr vendimin dhe i kërkon Zotit që ta heqi, neve lutemi, jo që Zoti nuk i dëgjon lutjet tona, por personi që është duke e pirë, duhet ta marri vendimin vet, i kërkoj Zotit pastrim të trupit, mendjes dhe shpirtin nga mendimet, vullneti nga të gjitha emocionet. Pra, në emrin e Jezus Krishtit, të shkullet me rrenj, ne i kemi çelsat, por kur pjesa tjetër, personat nuk janë, pra nuk bëhen bashkë në lutje me neve, nuk janë në Zotin plotësisht, ne nuk mundemi dot, neve nuk mundemi dot, Zoti mundet. Lutjet janë duke, pra Zoti i ka dëgjuar dhe duke vepruar. Ne nuk do heqim dorë deri sa të shkulen, që Zoti t'i bindi familjarët tanë dhe të heqin çdo duhan apo alkool apo çdo gjë që i ligu ka mbjell. Pra si që thamë që në fillim që Zoti na ka bërë një tokë të mirë dhe i ligu është ai që mbjell. Në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj të gjithë demonët e zemërimit, zhgënjimit, frikës, dyshimit, mosbesimit, depresionit, dëshpërimit, dekurajimit, vdekjes, ferrit, shkatrimit, mundimit, torturës, sëmundjes, dhimbjes, vuajtjes, shqetësimit, barrës, mjerimit, shtrëngimit, pikëllimit, fajt, turpit, dënimit, skllavërimit, kotësisë, refuzimit, mosfaljes, hidhërimit, kontrollit të mendjes, paqëndrueshmërisë, konfuzionit, pasivitetit, skllavërimit, çdo frymë varësie, si ushqimi, alkooli, droga, seksi, pornografia, masturbimi, varësia nga bixhozi, nikotina, të lënë me njëherë jetën time dhe të familjarëve të mi, në emrin e Jezus Krishtit. Unë ju urdhëroj të dilni nga unë dhe të lidhur me njëherë fort, të verbër, të shurdhër me mec dhe të paralizuar, për të shkuar në humner, deri në ditën e gjykimit, në emër të Jezus Krishtit. Asnjë demon nuk është i mirë pritur në tempullin tim të shenjtë. Në emër të Jezus Krishtit, unë i thyej të gjitha mallkimet dhe magjit që janë thënë në jetën time, gjithashtu të gjitha mallkimet e thëna kundër meje dhe që kam çuar që unë të jem e varur nga nikotina, drograt, ilaçet, apo që unë të jem e varur nga varësi tjetër, duhet të shkatërrohen tani. Çdo mallkimi ardhur nga okultizmi, magjia, tabela e shtrigave, tavolina e pasme, lavjersi, vendosja e kartave, leximi i runave, i duarve, ose horoskopëve, dëgjimi i muzikës që urren Zotin, shikimi i televizorit dhe filmave që lavdërojnë Satanin, të thyen
në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezusit unë i thyej të gjitha mallkimet në lidhje me familjen time, çdo mallkim kundër martesës sime, fëmijëve të mi, nipërve dhe mbesave të mia. Me këtë unë thyej çdo zinxhir, shkop, litar, kordon, shirit, zakon, dëshira, detyrimet, lidhjet shpirtërore, të perëndishme dhe çdo frym të keqe që është përpjekur të më vras, të më grabis ose të më shkatërroj. Në emër të Jezusit, unë urdhëroj që unë dhe familja ime, me fuqinë e gjakut të shenjtë të Jezusit, të çlirohemi nga të gjitha këto skllavëri dhe gjithë demonët e ardhur për të më skllavëruar, i urdhëroj sot të largohen pa të drejtë kthimi, të lidhen me zinxhirët qiellor dhe të mos lirohen asnjëherë, për të nisur drejt meje dhe familjes time. Në emrin e Jezus Krishtit, jam i çliruar, sepse fjala jote thot, me zemër njeriu beson për drejtësinë dhe me gojë rrëfen për shpëtimin. Romakëve 10:10. Në emrin e plot fuqishëm të Jezus Krishtit, unë them po dhe amen. Amen, amen. Lavdia i qoftë Zotit. Dhe ne lëm tek lutja 31 për nesër, unë ju bekoj, ju dua me dashurinë e Zotit, paqim një ditë plot me bekimet e Jezusit dhe një javë të bekuar për të gjithë. Pra, Zoti e ka derdhur vesën e mëngjesit. A jemi ne dhe e morëm, e pritëm dhe ishim në këtë vesë që ra dhe trupi jon e përthithi këtë vesë, këtë bekim që Zoti derdhi sot për ne. Faleminderit Zot që ne e morëm dhe e kemi në trupin dhe në mendjen tonë. Kudo që do të hyjmë dhe do të dalim të bekuar. Në emrin e Jezusit, amen. Bekime për të gjithë. Bekime. Lavdi Zotit.